E kanë bo një thirrje një gjo vllajt apo ja? Okej. Mirë, unë po pres me fjalë, nesër pas nesër, kupton ai, amu, kupton. Unë qa e kam me fjalë e kena në gjep, si me thonë, a kupton vajta? Edi Rama prezantoi listën e kandidatëve të Partisë Socialiste si një ofertë të re e mbështetur në një proces studimor meritokratik. Ai e cilëson partinë e tij si më të hapur ndaj të rive dhe energjive të reja, por një vërstrim më i thellë tek listat elektorale tregon një realitet ndryshe. Në qarkun e Durrësit për të tretën herë, Partia Socialiste kandidon Ilir Ndraçin. Ai doli në përgjimet e dosjes 339 si emër i mbështetur nga banët e Avdyllajve për të futur në kuvend. Në zgjedhjet e vitit 2017 dhe 2021, Ndraçi u përfshi në listat e Partisë Socialiste me bejtimin e këtij grupi kriminal. Edhe këtë vit, ai rikthehet si kandidat duke ngritur pikpyetjet mbi shkëputjen e qeverisë nga lidhja me krimin. Përgjimet e publikuara nga gazeta gjermane Bild në vitin 2019 zbuluan se si liderët e Avdyllajve diskutonin vendosjen e Ndraçit në listën e Partisë Socialiste dhe pretendonin mbështetje elektorale për këtë parti. Në një bisedë, kreu i bandës Astrid Avdyllaj kërkonte të dinte se Ndraçi ishte konfirmuar si kandidat dhe garantonte rezultat 10-0 për Ramën. Unë jam duke punu këtu me fjalë ke lagje ime, njerëz me fjalë, nuk kam dalë një jam pazar, po jam tu taku njerëz, çdo njeri që jam duke ashtu. E kam shumë ashtu dhe do të jemi shumë të ndëruar edhe ka i sipër, që duhet na shohim me një kështu. Po vërtet. Do të japë një dhjetë me zerë që edhe i vetë habitet. Pavarësisht publikimit të këtyre fakteve, Ndraçi vazhdoi karrierën politike e në një vend normal, një skandal i tillë do të kishte përjashtuar nga politika, por në Shqipëri ai mbetet në lojë. Në fakt, ky tregon se pavarësisht burgosjes së disa eksponentëve, ligjet mes politikës dhe krimit vijojnë të jenë të forta, duke vënë në pikpyetje pastërtinë e procesit zgjedhor.